Miq të Sportcast, përshëndetje dhe mirë se erdhën në emisionin ton të ri. Do të kemë në bashkëbisedim sot trajnerin e Prishtinës së Re, zotrin Qendrim Kida, me cilin do të flasim për klubin e tij, por jo vetëm, me që jemi edhe në vazhdimin e kampionatit botëror të futbollit, edhe për këtë temë do të flasim bashkë. Qendrim, shumë faleminderit që ke gjetë kohë me orën Sportcast. Faleminderit për ftesën, është kënaqësia ime me qenë pjesë e Sportcastit juaj, në emision jashtëzakonisht i qelluar edhe në bashkëbisedim. Mirë se ardhëm. Patjetër, e di që te Prishtina e Re keni nisur një pok, po themi tre, kështu të rinovimeve dhe të riorganizimit të punës, megjithatë kemi edhe kampionatin botëror që po shkon paralelisht. Për trajnerin për momentin apo është vendos fokusin botëror apo Prishtina mbetet e para? Normal është Prishtina e Re, detyra për cilën ne jemi të angazhuar është ta riorganizojmë ekipin, ta formojmë ekipin, ta krijojmë bazën për me vazhdu tutje. Normal fokusin e kemi te Prishtina e Re, mirë, po gjithmonë duke po edhe shfrytzu mundësitë e vogla që na jepen me përcjell kampionat. Për shkak se është një ngjarje e jashtëzakonshme, për cilën edhe ne tentojmë edhe me mësu ka pak. Nëse para se me fol për rinovimin tanë që vendosëm me vazhdu me Prishtinën e Re, nëse i kthemi pak në perspektivë, i ke 2-3 arsyet kryesore pse Prishtina e Re nuk i përballoi garës në Super League për të mbetur? Atëherë momenti kur kam shku te Prishtina e Re, e kam ditë edhe realisht edhe bashkë edhe kryesia kemi ditë që mundësitë shumë dhaja janë për me ndodh kjo çka ka ndodh, për arsye se kanë kalu faza e parë, faza e dytë ka qenë përfundim e sipër, edhe kanë deri në atë kohë kanë arritur me grumbullu shumë pak pikë. Arsyeja pse kam shku është që kam pa një potencial jashtëzakonisht mirë të organizimit të mirë në klubit, disa njerëzve që kanë qenë shumë të korrekt dhe pak se Prishtina e Re përket një familjes e cila është shumë serioze dhe është jashtëzakonisht e njohur mirë për aspektin korrektësisë në punë. Ne kemi të bëjmë aty me një person me Rusem Pacollin, i cili unë dhe atëherë nuk e kom njoft, mirë po për momentin kur e kom njoft, kam jashtëzakonisht për një burr jashtëzakonisht suksesshëm edhe korrekt. Edhe zavendës drejtori dhe drejtorë të tjerë, kështu që ka qenë një ambient, cilën unë e kom pranuar edhe të ditë riskun mundet me ndodhë ma keqa, edhe ne trenerat në karrierë për neve këto ramet nga liga mund me shkaktu probleme, mirë po të e po riskun e kom pranu me shumë vetdije, jemi mundu me bo punë jashtëzakonisht mirë, besoj që pjesa dytë ose pjesën për kur e kom marrën ka ndryshu komplet loja, kemi pas ndeshje jashtëzakonisht mira, kemi bo fitur jashtëzakonisht mëdha, mirë po fati deshi që nuk mujte me arrit qëllimin, edhe pse thash që ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, të e di që edhe ekipet tjera kanë pas kvalitet shumë mirë. Po, trajner po më thënë para, sa është e vështirë ndoshta me u marr me lojtarët ky moment kur e kupton zyrtarisht që ke rënë nga Superliga, a vjen ky demotivimi qoftë trajneri, qoftë kryesia, sa është çato ditë sa janë vështira me u menaxhu duke ditë se trajneri ka një rol vendimtar atë. Është shumë e vështirë, sidomos kur ki një pjesë të madhe të lojtarëve që janë të huaj. Edhe që ata nuk e kuptojnë, thjesht ata vinë, përmbushin kontratat e veta, për rezultatet mundohen pak a shumë me marrë, mirë po nuk është që uten në zjarë sikurse lojtarët në vendor. Kështu që aty ka qenë një problem që kemi pas edhe shumë lojtarë të huaj, edhe ka qenë problematike menaxhimi edhe motivimi në situata të caktune, sidomos edhe kur kemi qenë ka herë të dëmtuar për disa raste, lojtarët të huaj nuk kanë mujt me kuptuar dhe nuk e kanë pa edhe ka shumë problem me ja u shpjegu se si mund me ndodhë kërë do gjana, gjë cila është pjesë e menaxhimit ton, mirë po koreksia klubit, domthonë edhe kushte kemi pas, edhe vonesa të pagas kemi pas, ne thjesht kemi pas diçka që kemi pas nevojë ose çka duhet me pas në ekip, ajo ma ka letu pak a shumë punën për me pas një menaxhim jashtëzakonisht. A të bindi kjo pjesë që pastaj edhe tani me vendos para pak ditësh po themi rinovimin e kontratës me Prishtinën e Re? Po, ne trajnerët Kosovë me siguri edhe ne vetëdijshëm që është vështirë me gjetë një vend punës kur ti mundesh me punu, shlirë mund punu me bo plane ma afatgjate, me kriju ambicje, për shkak se shumë po ndrohen shumë shpesh, domosdoshmë çdo ekip i ka 2-3 trajnerë në rrugën e gjatë vitit, edhe ti kur jeni në situatë kur një ekip e ka hek një trajner për shkak problemeve, për shkak panesave, mos rezultateve, edhe ti shkon me një ambient që nuk e ke kriju vet, ka shumë probleme të zakonshme, po është shumë vështirë me mujt me bo një rem, një farë bashkimi që me mujt me pas rezultate shumë mira. Kjo be mu ka ndodhë të Malisheva, mi po nuk është të thonë që mundet me ndodhë në çdo klub tjetër. Edhe kom po që arsye
jashtëzakonisht mirë edhe si potencial që pa marrë parasysh risku që të ofron liga e parë, edhe unë si trajner pas disa viteve i bjen si me pas një kthim një hap prapa, pas disa viteve Super League me qenë pjesë e ligës parë, mirë po pa hezitim me pranuar ofertën e Prishtinës së Re dhe jam shumë i vendos që me këtë klubun me kthy Super League edhe pastaj me arrit me kriju ekip për diçka më të madhe në Super League. Një hap i madh që u bë është rikthimi një figure kyçe e Prishtina Re, që është drejtori Sami Borosi, njihet si figura që ka qenë ndër ato celulat e para të krijimit të këtij klubi. E hap kjo më tepër rrugën edhe besimin tanë që Prishtina po punon si duhet? Po Samia ka qenë i dëshmuar edhe Samia është një prej edhe themeluesve të klubit. Edhe presidenti edhe Samia kanë marrëdhënie të jashtëzakonshme, mirë po edhe pjesa e stafit aty administratës, që unë besoj që nuk është që kumë punu ma herët me Samian, mirë po dhe i tash ka pasur të pozitive, mbetet me po, tash ka muj me bo bashkë, mirë po këto disa kemi fillu me punu rreth krijimit ekipës, ka shaja pozitive dhe po besoj që muj me bo bashkë një ekip konkurrues për ligën e parë. Ka nisur kjo me disa renovime, kemi 3 futbollist paktën deri më tani në faqen zyrtare që janë të komunikuar si Astriti Driloni edhe kush është Spakiqi. Janë këto me pajtimin tënd, me dorën tënde, po themi që janë figura të rëndësishme? Po, gjithsesi ne kemi bo plan edhe kemi tentuar që borsën e ekipës me ndërtu prej lojtarëve të cilët ne mendojmë që mundin me qenë pjesë e rrugtimit tonë, jo vetëm ligës parë, po edhe Superligës të ardhmen, për shkak se ne mendojmë që mas një viti kemi qenë pjesë e Superligës. Edhe Smakiqi, edhe Berisha, edhe Driloni, po edhe shumë tjerë që kanë më bo zyrtare këtë ditë, me cilët jemi të punu shumë edhe kemi takime të vazhdueshme edhe po tentojmë me provu edhe lojtarë tjerë që me mujt me kriju një bosht të ekipës që mundet me bajt barën në ligën e parë, mirë po pastaj me disa renovime të vogla, jo me shumë renovime siç po ndodhen për klube tjera. Për ligë parë ka krejtet e ekip kur dalin Superligë duhet me ndryshu 80% ose 90% e ekipës, gjatë cilat tani po sjell shumë probleme për harmonizimin e komponimin e ekipës e po shkojnë disa javë derisa po mundesh me kriju, kështu që qëllimi jonë është me marrë lojtarë që janë të rinë mosh, mund me bajt barën, kanë edhe eksperiencën e duhen, edhe mas një vitit me shfrytzu përshëri edhe në Superligë. A do të ketë prurje të reja përveç këtyre renovimeve, trajnera, jeni duke ulëmtuar, jeni duke diskutuar? Gjithsesi do të ketë. Do të ketë emra që mund të jenë të njohur për futbollin tonë? Po, gjithsesi do të ketë, normal nuk presidenti edhe zavens drejtori edhe drejtorat, zavens presidenti edhe drejtori kanë vendosur që jena i Superligës që është shumë e pranueshme për shkak se ka qenë paksa e egzageruar edhe ka bu haxhime pak më tepër se sa duhet në Superligë, kështu që po tentojmë me gjetë lojtar me bu ekip që me qenë të favorshëm edhe në aspektin buxhetor për klubin, mi po edhe për neve me mujt me na siguru ata që ne kërkojmë. Kështu duhet zemër trajner nuk është që liga, por një skuadër që bjen nga Superliga ja jep atë komoditetin me idenë që me u kthye prapë, sepse liga por tashmë e dim 2-3 vitet e fundit po zhvillohet një garë shumë e fuqishme. A konsideron që është rritur niveli edhe në këtë ligë dhe a do ta keni problem të riktheheni ku keni qenë? Unë kam qenë, duhet me pranu, kam qenë shumë i fokusuar te puna në Superligë dhe shumë pak e kom ndjek, mirë po të i pa nivelin e lojtarëve, të i pa disa ndeshje, ndoshta ato 2 barazhit edhe një derbi që ka qenë vllazënimi i Vështren. E kom pa çfarë niveli është, mirë po të ditë edhe historikun e ekipeve të cilat garojnë në ligën e parë, tash me vllazënimi, Besa, Liria, Trepça vjetër, Trepça 89 janë ekipe të cilat me lojtarë vendorë, po të regionit vetë, qytetit vetë, mund me të bëjë shumë probleme, edhe unë jam shumë konshient e shumë i vetëdijshëm që nuk ka me qenë lehtë, mirë po duhet me tentu me bëjë një ekip që me mujt me i përballu çfarëdo sfide. Realisht dëshira ime ka qenë që me bëjë një ekip që kish me qenë konkurrent edhe për Superligë, mirë po aspekti buxhetor po na pengon paksa edhe po tentuj me gjetë një modalitet edhe me kriju një ekip që ka me qenë stabil edhe për ligën e parë, mirë po pastaj me qenë një potencial jashtëzakonshëm për Superligë. Apo të negociata, trajner, apo të oferta tjera nga klubet e Superligës para se me vendosë për këtë tarme, apo jo? Po, kom pas disa lëvizje, mirë po gjitha kanë qenë të refuzuar nga unë, për shkak se gjithmonë prioriteti kom dhonë për Superligë apo tjera? Prishtinës Re. Ka pas tjera dhe Superligës, mirë po kam pranuar të futem në tratativa apo në bisedime pa e zgjidh me Prishtinën Re. Sepse mendova që Samia ishte tema Lisheva dhe para se të ndonte rrugët me ta, tash mos kanë provuar që të ribashkohen. Ja, nuk ka qenë tema Lisheva, unë kam kalu një kohë jashtëzakonisht mirë, po prej momentit kur jemi ndarë nuk ka pas asnjë tratativë për rikthem timin.
Që ndodhën qëtë aspekt të trajnerëve, përmend edhe vetë para se të hynim në emision, mënyrën se si funksionon puna e trajnerëve, drejtuesve të klubeve në Kosovë, në futbollin kosovar. Shumë i disa vendime kështu të çuditshme, po themi, kur sigur ju që keni qenë te Malishiva jashtëzakonisht i suksesshëm me të dalin garat evropiane, pastaj një ndarje rrugë me ta, por kemi edhe raste tjera gjatë këtij sezoni. Çfarë realisht është ky problemi? Që shkon ky komunikim që ka qenë direkt? Unë mendoj që udhëhecët e klubeve duhet me pas njerëz që ju jepin punën, njerëz që e kuptojnë çka është pjesa teknike e futbollit. Domthonë futbolli nuk është një kompani biznesore. Kep klub cilën ti duhesh me bo planet afatgjate a afatmesme. Nësa këtu kemi pak problem me planet afatgjate, me ndryshimet momentale. Shpesh herë ndodh që problemet cilat shfaqen ty në ekip ose në rezultate nuk janë probleme as teknike, nuk janë as taktike, nuk janë probleme as kvalitetit lojtarëve. Mirë po është një farë problemi cilën ti nuk i mujt me komponu ose me menaxhu për shkak problemeve po themi financiare që presidenti i klubit nuk mundet me qenë i gatshëm me pagu në kohë. Dhe tash mos pagesa në kohë, ty ndeshje ti mundesh me motivu ekipin një ndeshje, dy ndeshje, mirë po mundesh me hub disa pikë me një ndeshje dikun, cilën ekipit i ka ndodhur një finesë shumë e vogël, një mos koncentrim edhe mundet me të mujtë edhe ne ke pak më i dobët, që është prezente futboll. Edhe gjithmonë kjo është pjesa e bukur e futbollit që nuk fiton gjithmonë favoriti. Edhe presidentat nuk mundin me kuptu ose edhe mendojnë që edhe e vlerësojnë jo duhur momentet e caktuara. Edhe realisht kjo po ndodh edhe po vjen si në shprehje shumë shpesh, edhe po shohim te gjitha ekipet, sidomos në Super League kanë pas dyndje të trajnerave jashtëzakonisht shumë gjatë, cila nuk është në favorin as trajnerave, as klubeve, po as futbollit në përgjithësi. Edhe është vërtetuar në shumë raste. Është vërtetuar, po janë mirë po edhe po vazhdojnë me qenë. Dhe po vazhdojnë me qenë, domethënë se nuk po shohim që shkakohen trajnerat vetëm për shkak rezultateve negative. Po shohim që nuk vazhdohen bashkëpunimi me trajnerave edhe kur ti që në Evropë, edhe pse ka qenë kërkesa për mbetjes. Po shohim që nuk vazhdohen bashkëpunimi edhe ti kur i bën nën kampion. Po shohim që nuk vazhdohen bashkëpunimi edhe kur ti i bën ndoshta rezultatet i mrin rezultatet cilat janë kanë edhe të pamrishme ose edhe kur ti i arrin ambicet, gjë e cila tregon që këtu nuk kemi të bëjmë me kvalitetin e trajnerit apo jo kvalitetin e trajnerit, me rezultatin e trajnerit apo jo rezultatin. Këtu kemi bëjmë me projekte apo mendime ad hoc që një presidentit i ka thonë dikush që është mirë me ndru për shkak se është një tjetër pak më e mirë ose ky po na bën shumë probleme edhe me lëviz. Kështu që këtu janë jo profesionale, unë prandaj shpresoj edhe kum tentu gjithmonë edhe kum pa Prishtinën e re si mundësi cila e vlerëson punën, profesionalitetin edhe e ndi veten shumë më mirë, edhe mendoj që mu i rrit edhe unë si trajner edhe Prishtina e re si klub bashku edhe e shoh në këtë aspekt mendoj që është një projekt pak më afatgjatë se sa nëpër klube tjera. Je trajner i ri qëndrim në treg, po themi, në mesin aty në trajnerëve të rinj që ende ka karrierën përpara, por me çast sa ke shumë me vret, apo rritet respekti për trajnerat tonë vendor apo vazhdon të drejtues të klubit më kanë ky respekti që në momentin që e bën dikon prej jashtë kufeve, respekti për to automatikisht është pak më i madh se i atyre vendor. Është normale që trajnerat e huaj duket që respektohen pak më tepër, mirë po respektohen ndonjëherë për shkak të mënyrës së kontratave që ata i bojnë. Jo për shkak se dëshiron një president më ia dhon një respekt, mirë po është i detyruar për shkak kontratës që nuk guxon ndoshta me prish edhe din që nëse prish ai mundet me i përvecu ato penalizu. Mirë po kërkojnë detaje më shumë në kontratë. Mirë po nuk kam shumë dëshirë detaj kërkojmë edhe ne, mirë po ndryshe FIFA dhe UEFA i mbron njerëz edhe trajnerat, mirë po edhe lojtarët që janë me pasaportat huaja, ato shkojnë direkt në FIFA dhe në UEFA trajtohen, nësa ne që jemi me pasaport kosovare trajtohen në federatën tonë, gjë cila është një proces pak më i zotën se sa proceset e tyre. Mirë po nuk isha pas qef me i nda trajnerat huaj me trajnerat vendor, klubi duhet me qenë të fokusuar edhe me dhon besimin trajnerave të cilët janë profesionistë, trajnerave të cilët mundin me bë punë profesionale. Mirë, po nuk jam i thar që
me marrë trajnerat kosovar, trajnerat e ri, me marrë ka 5-6 muaj që po ndodhë se 3 muaj edhe me djeg për shkak se është bo shumë e vështirë që ti me punu në për ambiente cilat kanë shumë presion edhe nuk mundesh me arrit deri rezultatet e saktuara. Për kallëzon pak qëndrëm, ç'është nisi ambicia jote për trajner? Kur e po vetën që edhe vendosen ndoshta që me unë besoj që është shumë e rëndësishme dhe është pyetje shumë me e qëlluar për mua, prandaj se unë gjatë kohës ju e dini që unë jam edhe mjek veteriner. Kam një klinikë veterinare dhe gjatë kohës kur jam marrë me futboll villet e mia kam qenë pjesë pas fatin me ndryshu shumë klube dhe me lujtë në vere shumë nata. Kom debutu si 17 vjeqar për Ligë Kosovës. Në atë kohë edhe deko kom përfundu karrierën 30 vjeqare, kom qenë pjesë e ligës edhe gjithmonë, pa marrë parasysh çfarë klubi kom lujt, çfarë niveli kom lujt, gjithmonë kom di që e ardhme ime kom qenë si trajner për shkak se e kom di një farë përgjegjësie që ka shumë vend për me u punu dhe ka shumë potencial për me zhvillu. Edhe domethënë kjo nuk ka ardhur një vendim që është marrë shumë shpejt, mirë po gjithmonë e kom pas si ndërdije që historia ime me futbollin nuk kam mbaru vetëm me përfundimin si pjesë të luarit futboll brenda vijave, mirë po qëllimi im ka qenë gjithmonë me vazhdu si trajner edhe ambicet e mia janë që unë me qenë tatë me një trajner që më udhëheq ekipe të Kosovës në arenën ndërkombëtare edhe pa marrë parasysh, domethënë mendoj që shumë shpejt në të ardhmen më me qenë një trajner. Po mendoj si ambicie kam që nuk është që une profesionin tim si trajner kam dëshirë me veç trajner me një Superligë, me siguru një pagë. Çështja financiare për mua është gjithmonë sekondare. Qëllimi im unë kam ambicie për me mriti diçka në karrierë, shoh si tudhës që një klub kosovar me qenë pjesë edhe me qenë klub i rëndësishëm edhe i suksesshëm në Evropë. A jemi të botër heqës trajner, edhe në aspektin e trajnerave për ekipet e huaja, tash keni komunikim ndoshta më shumë për shkak të shkëmbimeve lojtarëve, por a kemi nisur të bëhemi tërheqës për klubet e huaja edhe në aspektin e trajnerëve? Unë besoj që jemi pak të handikepuar në atë aspekt. Jemi më shumë tërheqës për me marr prodhimin që na po prodhojmë, se sa trajnerin cili po prodhon çat prodhim. Kjo bën pak infrastrukturën edhe çështje tjera organizative, kohën shumë vëndshme që ne jemi pranu edhe besoj që duhet me kalu edhe disa vite që trajnerët kosovar me qenë interesant për klubet evropiane. Një periudhë ju të bëmë interesant, te Malisheva ka qenë i suksesshëm, çka nuk ka shku mirë, por duket të shkonte Suareka. Trajner, një periudhë shkurt, çka realisht ndodhi, e dim Suareka kur u themelu hyn në Superligë, hyri fuqishëm me financa të mëdha, me tërheqje të lojtarëve të mëdhaj, çfarë realisht po kur shkuve te Suareka? Suareka ka qenë një historie shumë interesante. Ata kanë fillu mirë, kanë pasur rezultate të mira dhe kanë vendosur me shkaku trajneri shpërtimdor, për cilin arsye kur nuk kam marrë vesh. Edhe më kanë kontaktuar mua dhe pse kam pas disa oferta të tjera për disa klube për shkak të suksesit jashtëzakonisht të madh që patëm arrit me Malishevën. Edhe kur kam shku kam gjetë një ambient shumë mirë për punë, me një ekip me lojtar jashtëzakonisht mirë, me potencial të mirë, po me disa aksionarë që ka qenë brenda në klub, me 2 drejtora edhe aksionarët si duket nuk kanë qenë shumë mirë. Edhe kanë pas problemet e tyre edhe gjithmonë kanë filluar më shfaqela, marrë vesh shumë punë. Ne kemi arrit me stabilizu ekipen, kemi fillu me pas loja pozitive, mbaj mend kemi Ines, hapet me rezultat darëm duket, kemi shku, kemi poshtë Malishevë edhe realisht unë dikon ofër në tetore, kom marrë detyren, deri në pushim dhjetore, do më thonë kemi pas disa lojna shumë mira, kur pa pritmas, dhjetore del që aksionari kryesor Malësia Resen, Rustem Alia, i nderumi, jashtëzakonisht shumë i nderum, jep dorëheqje ku bashkë me të shkon edhe një bashkëpunëtor, edhe një aksionar tjetër, edhe është përgjysmë. Pastaj klubi mbet në disa situata jo të favorshme për shkak ngarkesave shumë të mëdha të lojtarëve me pagesa shumë të mëdha, investime shumë. Ishte shumë e paqartë situata, ishte e paqartë edhe për neve. Edhe ne filluam fazën përgatitore, ikëm në Antalya në pushime edhe klubi tash u dash kemi mbajt kuvendet e veta me kalu
përgjësia prej asaj kryesisë me një kryesi të vetme dhe kishte disa probleme, kishte disa mosmarrëveshje të cilat tani u pasqyruan jashtëzakonisht shumë brenda në ekip. Ne shkuam dhe bëmë një fazë përgatitore të jashtëzakonshme në Antalya, patëm rezultate shumë të mira. U kthyem, filluam ndeshjen e parë me një rezultat 2-2 në Prishtinë, duket patëm një lojë jashtëzakonisht mirë. Edhe për një moment u thy gjithçka edhe e poshtë aty që për shkak ndomeve të kryesive tani patë pak nasi edhe mes lojtarëve edhe ambicjet edhe egot e lojtarëve u bën një ambient cilën unë nuk e pash që mund një trajner, domethënë nuk është çështja trajneri, më është çështje organizative, është çështje gjithçka edhe vendosa me u largu, domethënë me një mars më duket im largu. Gjë që unë mendoj që ka qenë vendimi më i qëlluni imi. Po për shkak se nuk ka pas shans me nuk është në varë pe trajnerit aty kur gjo. Kemi pa tani ata kanë vazhduar me Armen Simnicën, 2-3 ndeshje, kanë pasur s'ka bën njëjtë, kanë marrë edhe nderumin Mirel Ljosa dhe njëjtat rezultate, kështu që unë kam qenë shumë i bindën që aty në atë kohë nuk ka modor trajneri, ka qenë një thymje e zakonshme mes lojtarëve edhe problemeve të cilat janë ardhur nga problemet që kanë pas ndarjet e kryesive, kështu që ajo pjesë unë besoj që ka qenë një pjesë cilën nuk si trajner, domethënë nuk kom pas nuk i pas mundësi me bëu rezultate më. Me që sfigove kështu mënyrën për të suare i ka, nështë edhe pak me u kthy prapa tash, shqipytje e fundit me rreth curit tone. Mund ta flasim tek Malisheva, me që e kishe i suksesshëm, është fort që ke kërkuar tjera kushte, pagesë më të mëdha sene, a më ta dim çfarë ndodhi aty? Më duket edhe juve njëherë kum dhoni prancim. Historia ime me Malishevën besoj që ju e dini edhe për mua është një mburrje jashtëzakonisht e madhe. Unë kam qenë si asistent të punu te Malisheva. Senata Lerifa ka qenë të udhëheq ekipin. Edhe Malisheva ka pas probleme të tipi që nuk kemi pas stadion, për shkak se ka qenë të renovu stadioni. Ne kemi stërvit një ditë në Biles, një ditë në Raves, një ditë në Suarek. Që është bollë lodhshme. Edhe ka qenë është shumë sfiduese. Edhe ekipe ka qenë i frustruar në atë aspektin për shkak të udhëtimeve shumë të mëdha dhe kushteve jo shumë mira për stërvitje. Edhe në njëjtën kohë ka pasur pak probleme financiare, mungesa të rrogave 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj që këtu në Kajra në Kosovë ndodhin. Edhe pastaj edhe të rezultatet u shfaq, ne i patëm 2 ndeshje që ishim duke fituar, humbëm, kujtohet ndeshja me Llapin, prej 2-0 humbëm. Trim duket prej 2-0 ishim duke fituar pjesë parë lojë me Dogazhin, humbëm 3-2 edhe pasën disa pakënaqësi edhe Rene Senat nuk ishte i gatshëm me vazhdu më. Edhe kërkesa pe presidentit Malisheve që a mundesh me na vazhdu rezultatin, mirë po kërkesa vetme ka qenë atko që mundësisht 3 humbje s'po dojna me bo se u kemi shumë presion qytet e kanë qenë shkak se u kriju një situatë jo farboshme. Dhe ne kemi arrit shumë shpejt me komponu ekipin, aty mrekullia ka qenë që ekipi ka qenë jashtëzakonisht i mirë cilësor, ka pas djem jashtëzakonisht mirë të ri, fizikisht kemi punu shumë mirë, taktikisht pastaj kemi renovu pak edhe ndeshje e parë mbaj mend jemi kanë fush Kosovë, kemi luajt në Lipjan, kemi marrë një pikë barazim edhe kemi filluar pastaj ndeshjet që dihen. Kemi mujt Llapin brenda jashtë, kemi mujt Gjilanin brenda jashtë, kemi mujt Litën shpinë. Ka qenë një punë e zakonshme. Kemi arrit me vazhdu marrëveshjen tani edhe pe janarit deri në qershor. Ka qenë një kërkesë e presidentit që me vazhdu për 3 vjet. Ai tha jo po vazhdojmë deri në qershor edhe kemi flis shumë mas im dalun, për shkak se ka kërku kushte, nuk është e vërtet. Kushtet e mia deri në përfundimin qershor kanë qenë qysh i kanë caktuar vetë presidenti. Problemi ka qenë te një bonus, cilën unë e kom merituar dhe kom fituar për shkak se ka qenë vendosur në kontratë nëse ti del në Evropë, do të shpërblehesh me kaq, atë momentin kur kemi pas me vazhdu edhe mas një viti, kërkesa e tyre ka qenë që unë të fal bonusin. Në shkru kontratën e re, unë nuk kom qenë i partimi. Shumë e bonusit, a ishte konsiderueshme, do të thotë që luajtë këtë rol? Atëherë ka qenë për mua konsiderueshme, është edhe ala, për shkak se nuk është pagu vetë një pjesë shumë e vogël, edhe sot as e ditë ata më detyron ala për atë pjesë bonusit, mirë po nuk kam pa kur tash me fal një bonus të cilën ti e ke fituar, për shkak se të mirët materiale që ne kemi siguruar me shef me dalën në Evropë historike. Për mua ka qenë pa kuptim që unë du me fal një bonus, edhe du me vazhdu tani me të njëjtin avaz me të njëjtin kryesi. Që unë besoj që pika kryesore ka qenë ajo, kanë qenë disa pika tjera që
Ne kemi shërtu aty, po kur nuk ka qenë që unë kam kërku kushte shumë. Për të pjesën e bonusit, jetë komunikim me ta, do të e Po, kërkon. kam kërku, mirë po ata kanë thonë që pagujmë. Dhe tash nuk kanë arrit me pagu, kështu që i mbetet në ndërgjegjen e tyne, unë nuk kam. Thjesht për mua shumë e pa kuptim mënyrën se si u dal media edhe si është litë rreth klubit, ai ka kërku shumë se unë nuk jam një trajner që kërkoj mu vlerësu për punën që e bëj, kur gjë më. E qartë, trajner, do të flasim pak për kampionatin botror të futbollit pas këtyre detajeve që zbuluam bashk, apo mundesh me kthyer dhe sa po të prish punë ky orari që po dohet për neve me uçun, është në mëngjes me po një lojë që na pëlqen. Realisht po tentoj gjitha lojnat me përcjell, mi po këto shkajnë ora 2 natës, ora 4 mëngjesit, ka këto në 4 mëngjesit mas palëve të sabajt se ne jemi besimtar musliman dhe ato vendosje dhe i shikoj, mi po kryesisht ato shkajnë të mesit natës po mikin, mi po gjithmonë duhe mundu me këshyr highlights, me pa çka ka ndodhur. Më duke që është një kampionat jashtëzakonisht i mirë, me ndeshje interesante edhe me një ecuri jashtëzakonisht. Ka dikush që po të befason trajner me paraqitje me sa ke mujt me bë. Po vlitet që futbolli është nivelizuar shumë. Ekipet nga kontinenti i Afrikës po kanë rezultate jashtëzakonisht mira, gjë e cila ka qenë e pritshme për mua, për shkak se shumica lojtarëve që luajnë për ato kombëtare janë pjesë e Evropës që një kohë, ose të paktën janë zhvilluar si lojtarë në Evropë. Evropa gjithmonë ka qenë një hap para me pjesën taktike, me pjesën e përgatitjeve tekniko-taktike, me kontroll të topi, me teknik. Gjithmonë Afrika që janë fizikisht jashtëzakonisht më mirë, mi po kanë pas probleme taktike dhe teknike, gjë e cila tash është zbe edhe ka ardhur me një nivel njëjtë, gjë e cila po bën futbollin jashtëzakonisht mirë. Deri me tani kam pritja zakonisht shumë edhe presja Azia me qenë në të ardhmen një pjesë, kur ata kanë me përvetësu lojën e futbollit shumë. Kemi pa edhe Korea ka luajtur mirë edhe Japonia sidomos. Mirë po nuk ka mujt me arrit me kualifiku, mirë po kur e shohim konceptin e trajnerit profesional, loje profesionale, te ki mujt me te Japonia. Se si rashtohen, se si bojnë sulm pozicional, se si mbrohen, se si ndryshojnë venat. Të gjitha këto që për mua ka qenë jashtëzakonisht kënaqësi e madhe dhe nuk jem koni befacuar. Pak se kuptoj që tu i po mënyrën se si punojnë, me çfarë disipline punojnë, edhe në aspekte tjera, nëse ata kanë me mujt me instalu këto në futboll, edhe nëse mujnë me marr pak. Aty në thjesht i mungon talenti edhe lojtarët që bojnë diferencën, përndryshe sa përket çështjes taktike, të elementeve tjera, fizike këto, ata i mrin pa probleme. Trajner, a këshyr një trajner e futbollit një kampionat botror siguron që me po lojën apo këshyr në aspektin që me marrë diçka me fute klubin, qoftë taktik, teknik? Jo, unë jashtëzakonisht shumë jam i fokusuar te formacionet, te vendosja, mënyra që bojnë sulm pozicional, që mbrohen, që bojnë kontrapresin, domethënë jemi të fokusuar te lëvizjet grupore, që bojnë shift, kur dalin, kur kthehen. Për mua, do të ka një sy më të thellë nga ona ju se sa. Normal, mua ajo pjesë për mua më shijon shumë edhe më njerë si të hapi edhe si të janis loja, qëllimi jam kryesor, qysh po luajnë këtë trener, qysh ka më ndryshuar gjatë situata caktuar, çfarë vendime po merr, qysh po reagojnë, qysh po ndryshon, edhe në fund kujt i del më mirë. A ki skuadër, a ki kontrat preferuar? Po, unë gjithmonë jam rrit me kënaqësinë që më ka dhënë Brazili gjithmonë. Për Brazili gjithmonë ka prodhu, nuk jam shumë optimist që kanë me arrit finalin ose kanë me bo pjesë e kampionatit, për shkak se ky Brazil besoj që ka pika dopta jashtëzakonisht shumë, me krahasu me Brazilet që kanë përpara. Mi po kanë favorit për shkak lojës së spektaklit që ata kanë dhënë gjithë. Një debat i madh që zhvillohet për te kësaj luftës për trofe, është një debat i madh edhe më tutje mes. Tash po themi nëse shohim një mesatar mes 40 vjeçarëve, Ronaldo dhe Messit, trajner për te asaj që kanë dhënë deri më tash, po vazhdon lufta aty në kokë me kokë. Njëri Messi me talentin e tij, Ronaldo që nuk dorëzohet. Për ty kush po i prin kësaj gare? Shiko, po du pak me dhoni përgjigje pak më gjatë. Okej. Për mua ka qenë shumë emocionuese sikur Kosova të arrinte mu kualifiku dhe me qenë pjesë e këtij botërori. Kemi qenë qaq afër që ka herë po nalën, po mendoj që a ka qenë reale apo do mos kemi qenë në ndër,
nëse veç është realizu çfarë të arritura kemi mujt me pas, se me qenë pjesë e këtij botërore ka qenë jashtëzakonisht shumë e favorshme. Aspekti i dytë është botërori i cilën ne jemi fatlum që mujmi me pa ndoshta botërorin e fundit me pjesëmarrës Lionel Messin, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar, për mu ndoshta pa pyk dyshimi ka mujt me qenë edhe Karim Benzema, për shkak se janë lojtarë cilët me vite kanë dhënë shumë për futbollin dhe kanë qenë pjesë kryesore e aktrimit futbollit në këto vitet e fundit. Edhe është naci me pa sot Messin, Ronaldon, Neymarin ose edhe Modricin në pjesëmarrje të kampionateve botërore, tu u mundu edhe në këtë moshë pas gjithë aty në trofeve me dhonë maksimumin edhe me bo shtetin e vetë krenar. Është e zakonshme, është shembull shumë i mirë për Triton, është shumë i mirë edhe për neve që udhëheqim edhe merremi me futboll, se si një lojtar i cili ka mri gjithçka, çfarë përpjekje bën, çfarë sakrifice bën në kampionat botror për shtetin e vet. Kjo cila duhet me qenë pikë referente edhe për neve për me ndërtu gjeneratat në tashme. Sa përket duelit Messi dhe Ronaldo, për mu krahasimet nuk janë shumë referente për shkak se të krahasësh dy lojtarë, cilët kanë arritur gjithçka në futboll dhe na kanë surprizuar gjithë këto vite, nuk është shumë reale. Si individ dallojnë shumë, si pozicione dallojnë shumë, edhe për shembull në situatat të caktuara është besoj që ka shumë më të vështirë Ronaldo me u gjind në pozicionin ku lun, edhe me qenë në kontakt me topin ose me qenë i efektshëm se sa Messin e pozicioni, cilin lun, mënyrë dhe stilin cilin e ka lujt gjithmonë, për ta është shumë më lehtë, më decisive dhe me pas më tepër golla, më tepër asiste, ndërsa Ronaldo është lojtar boksi për momentin sulmues i cili gjithmonë është i markun, prej një apo dy individi ka lojtar në shpinë gjithmonë me shpinë ka golla, gjë e cila të bën më të vështirë realizimin e gollës. Për mu dallimi është këto. Më duket që shpejt po harrojmë çka ka bërë Ronaldo, çfarë niveli është Ronaldo. Domthonë tu e pa se si ka luajtur Ronaldo vitet e më hershme, ka qenë një Wenger që ka zgjidhur situatat me shpejtësi, ka qenë shumë i mirë në ajër, u kon decisiv për ndërpremjeve, për asisteve. Tash roli i tij është lojtar boksi, i cili gjithmonë është i markuar, i dyfishun prej lojtarëve kundërshtar. Ne e dim në aspektin futbollistik se sa vështirë është me sulmues, edhe kur ti e ke një lojtar gjithmonë shpinë, ndërsa Messi e kemi pa, ai nuk lëviz shumë, del gjithmonë mes linjave, merr top. Për shembull, edhe kur ka ekipi kundërshtar topin, shkon me një zonë kur ka më pak ngarkesë lojtarëve që me qenë gjithmonë më i lirë. Nëse nuk mundet me marr top, vjen te Messi fushës edhe kthehet, edhe kur jeti i kthyn me fytyrë ka porta kundërshtarit i ki shumë më të lehtë me lujtë, pastaj ky ka të lindën ata që edhe të pasin e fundit edhe lojnë mirë, po mi kemi pa. Për shembull, Messi i kampionatit si vjet me Messi në kampionatit viteve tjera ka ndryshon shumë. Ala nuk e pa në që ka kaluar një dikon një me një. Ose që u hi një me një. Për shembull Messi nuk ka pas probleme kaluar një me një. Mirë, po tash tu e ditë moshën, tu e ditë situatën cilën është, del pranim pasim edhe po është zgjidh situatë, po. Po është gjithmonë po lun më shumë me pozicion se sa me zgjidhje situata. Për mu dallimi është këtu, kaq se Ronaldo nuk i lejohet me dalë shumë mes fush, me mbarë me lujt situata, ai del ka herë me rasti, mirë po pozicionet e dyve e bojnë dallimin për shkak se ai pushon golla më shumë se sa ky. Mirë po për mu është kënaqësi që ne kemi mundësinë me i pa ata të zhvilluar. Sa që Brazilin e preferon, e ki favorit kështu komë si preferencë për prej Brazilit, nëse ishe mënyrën se si funksionojnë skuadrat, e sheh një finale mes kujt dhe kujt? Unë besoj që Franca deri tash ka qenë e jashtëzakonshme çdo ndeshje. Unë duket që për Francën trajner është një pajtueshmëri kështu totale e krejtëve për shkak të sulmit edhe. Jo, mënyra se si po e menaxhojnë ndeshjen, mënyra se si po e zhvillojnë edhe potencialin që ka është jashtëzakonshëm. Ne tash kemi pa në aspektin taktik për shembull. Për mua shumë e rëndësishme njerëz me kuptu dhe nëse trajneri më kuptu pse lun Rabiot e nuk lun Çerki. Këtë jemi të vetëdijshëm për cilësi që i ka Çerki. Çerki ka dy kom se ku mi pas Messi të majtë, kontroll me kom majtë, kontroll me kom djatë, teknikisht jashtëzakonisht i mirë.
lojtar për pasin e fundit jashtëzakonisht e mirë, po nuk më mund me pas minutarë për shkak se trajneri ka vendosur që me pas një lojtar defanziv që kryen punë shumë, që për mua është jashtëzakonshëm Çameni, me Rabiotin box to box, edhe më dhon mundësi Polises këtë rast lojtë e fundit. Po. Mënyrën se si performon, edhe besoj që deri tash Franca ka qenë një prej ekipeve më serioze që është për me fitu titullin, po mendoj ma favorit për shkak kvaliteti dhe mënyrës se si po zhvillon ndeshjet deri tash. Besoj që Argentina ka një potencial zakonisht mirë, po nuk parashtohen në mundësi që edhe ndaj fasi tjetër me ndodh. Kush është trajneri që po të pëlqen trajnerin botror? Ndoshta për skemën, për mënyrën se si po menaxhohet loja, e përmendoj këto të Francës? Jo, unë më thon drejtën trajneri i Francës nuk më ka pëlqyer kurrë, mirë po tash ka potencial zakonisht shumë. Ai unë me Deschamps për shkakun nuk është një trajner që unë muj me thonë që është një i jashtëzakonshëm. Për mua Ancelotti po vazhdon me shfaqje ato që ka shfaqur te Real Madridi, për mua deri tash është i jashtëzakonshëm edhe trajneri i tash nëse muj me Ancelotti i Marokut. Po, emri na ka ikë tash për mua deri tash ka qenë i jashtëzakonshëm. E dëshmoj edhe në kampionatin e kaluar, po edhe këtë vit tash. Për mua ka qenë jashtëzakonshëm, edhe po besoj që nuk janë shumë të rastishme rezultatet deri tash. Karrierën tonë si trajner jemi këtë në fund të qëndrem në Kosovë. Keni trajner që i cili ta ka qelë, po themi kështu, në vizionin e lojës ose e ke pasi shembull në mënyrën tonë për ta nis këtë zeje të trajnerit? Atëherë. Thashë, për moshës ndoshta 20-23 vjeçare më. Efekti, gjithmonë kam ditë që në të ardhmen kam qenë trajner. Edhe mundu me mësu për këtë trajnerëve. Kam pas fatin me ndru ekipe shumë edhe me ndru trajner shumë. Sidomos atë Kosovës kam pas trajnera gjithë. Tu fillu edhe në shkolla futbollit. Në kohën kur kam kalu 3 vite të Hysi, dhe Hysi në atë kohë kemi qenë Sugur Ballkani që ka pas një 3 vjet që ka dominu ligën e Kosovës, edhe ne mirë, po fati jonë ka qenë që kemi ndru trajner shumë. Kemi rastis me punu me Hishni Maxhunin, me Luan Prekazin, me Bilbil Sokolin, Arnor Marinin, me trenerat ndryshëm, me Abdul Bellopoin ku punu në flamurtar. Edhe të gjithë secili trajner ju mundu me marrë diçka. Ajo që ka marrë të Luan Prekazi për mua është me vlerë shumë madhe. Ajo që ka marrë të Hishni Maxhuni është me vlerë shumë madhe. Ajo të Bilbil Sokoli është me vlerë shumë. Pastaj mos i kum përfundu karrierën, kam qenë bashkëpunëtor dhe me Samiun, cilën e falenderoj shumë, me Sami Semazën. Edhe aty kom vjedh shumë, kom mësu në aspektin tekniko-taktik jashtëzakonisht shumë, sidomos mënyrën e stërvitshmërisë të lojtarëve. Ka qenë jashtëzakonshëm, mirë po kom pas edhe një vjet me Zekria Ramadanin të Prishtina kam qenë ndihmës, do cilën edhe aty kom ritme. Dhe po mendoj që du gjithmonë e marr dhe sot vazhdoj marr për trajnera të tjerë. Mirë po besoj që e krejtëve ka paku mësu edhe me kriju një farë ideologji. A më duket që është futbollin pak më ndryshë sa tjetë. A kështë mujtë me në rendit top 3 lojtarët që i sheh si më të mirë në Super League, që janë tash në treg? Vitin e fundit. Nështë edhe për ma gjatë që mendon që janë po e mojnë? Unë besoj performanca e zakonshme këtë vit ka pas Dolaj, Bruti, edhe Drita është po kampion, më duket që Fezullah ka qenë një mbret shumë decisiv te Drita, për shkak se Drita është konsideruar që defanziv ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Besoj që një prej pikave kyçe mbrojtja Fezullah këtë sezon ka kaluar shumë më mirë se sa sezona tjera dhe në Gjilan. Mirë po për mua lojtare që ka pas rritjen më të madhe. Po në të ekipeve tjera ka qenë Dolaj. Dolaj për mu edhe gjithmonë kom pas si lojtar. Besoj që ka pas shumë mirë. Kjo treshe. Këtë fundit trajner, a mendon që trajnerët në Super League e teprojnë janë shumë të lirshëm me kritika ndaj gjyqtarëve në brendeshje, me këto sharjet e lehta që i kanë? A mendon që teprojnë trajnerët tonë? Tash
E gjë, mune edhe si lejtar më kon një individ që s'kom pas qef kur me komentu, me bo presion, me referin, për shkak se ne dim që roli një referit është me nda gjyqësi, edhe ai nëse qesim presion, mundet me pas edhe gabime, mundet me pas. Edhe edukata dhe mënyra shpreh ndaj një njeri pa marrë parasysh është refera je ndeshja, nuk je ndeshje, domethënë duhet me qenë disa korniza të edukatës në përgjithësi, sidomos në lojën e bukur, për shkak se ne mendojmë që me lojën e diçka edhe 18. Ne jemi ndeshje dhe dim që edhe loja është live, na shohin edhe fëmijët tonë. Nëse ne ofendojmë dikën, për mua është e papranueshme. Kur një trener që mundet me qenë udhëheqësi i ekipe, është një udhëheqësi i ekipe, duhet me qenë shembull i mënyrës se një po na krijohen situata të cilat kajherë kemi në kontroll. nuk mundesh me kontroll edhe për shkak gabimeve shqiptarëve edhe kajherë pa qëllim, kajherë që neve na dokën atë qëllim. Cilat nuk isha pas qef kur me pa, mirë, po nuk është e mirë ajo që ndodh, edhe ofendime edhe fyrje këto. Thjesht unë dëshira ime është që gjithkush me qenë i zoti punës vetë dhe me qenë me lon me bo punën e vetë në mënyrën më të mirë. Mos me pas shumë presion. E këtu kur përshohem disi mësu edhe referat nëse nuk po më bën presion, okay, pi referoj kundërtisës, s'është problem. Domthonë duket ka që nëse i bën presion pak më tepër për referat, ka me qenë me ty, kjo është shumë e ulët edhe unë për vete nuk isha pas qef kur me realizu. Qëndem shumë faleminderit që ndajte këtë kohë bashkë me ne në Sportcast. Shumë kënaqësi. Faleminderit, ishte kënaqësi ime, shpresoj që për të mira kemi më pas gjithmonë. Patjetër. Mishë Sportcast, faleminderit që na ndoqët, ne ju lëm takim në emisionin tonë të radhës. Faleminderit shumë.